Mungesa 4 ditore ujë të pishëm në qytetin e Vlorës ka bërë që shtabi i emergjencave civile në ndërtimin e prefektes së Qarkut, Evi Sallushi, të mblidhet këtë të hënë në prefekturën e Qarkut. Prefektja e Qarkut Vlorë cilson situatën të paprecedent, teksa thotë se të gjitha institucionet duhet marrin masa për zgjidhjen e problemit. Sipas Sallushit është një defekt teknik, por qytetarët nuk kanë asnjë borxh të durojnë këtë situatë të shkaktuar. Kemi thritur për shkak të situatës që është krijuar në qytet prej 4 ditësh, ju gjithë jeni në dieni. E kemi thritur ditën e sotme, duke qenë se janë disa etapa ligjore që duhet të ndiqen deri në momentin që thritet nga ana e prefekturës dhe me cilësinë e prefektes të takim po e zhvilloj me ju e para një herë për të ditur sa dhe si nga secili institucion janë marrë masat e nevojshme për të menaxhuar situatën. Është një situatë pa precedent, e cila prej pothuajse më tepër se 72 orësh, qyteti i Vlorës nuk po furnizohet me ujë të pishëm. Situatë e cila ka ardhur si pasojë e një defekti i cili nuk lidhet me situata njerëzore, por është një defekt teknik, një defekt teknik i rënd, por për hir të së vërtetës qytetarët e Vlorës nuk na kanë për borxh që të mos kenë furnizim me ujë të pishëm prej kaq ditësh. Situata në të cilën ka ndodhur ky problem është gjithashtu edhe në fund të vitit, jemi në festat e fund vitit, kanë ardhur qytetarët vlonjatë që jetojnë jashtë Vlorës, Itali, Greqi dhe kudo kanë ardhur me pushime dhe janë ndeshur me një situatë pa precedent. Në fakt, nga informacionet që unë kam marrë nga institucionet përkatëse lidhur me situatën të cilin duke kaluar është një situatë që nuk ka ndodhur më herë për shkak të një defekti teknik që lidhet me tubacionin kryesor që furnizon gjithë qytetin e Vlorës. Të gjitha këto duhet të na mobilizojnë akoma më tepër që ne sipas atyre strukturave që përfaqësojmë të marrim masat e nevojshme për furnizim me ujë të pishëm të qytetarëve të Vlorës. Do të kërkoja nga ana juaj me një përgjegjësi të plotë, një informacion lidhur me masat që keni marrë specifikisht atje ku ju punoni dhe institucionet që ju mbuloni për të ditur si po procedohet me furnizimin me autobote të qytetarëve të Vlorës, sa dhe si po menaxhohet kjo situatë, oraret që janë vendosur, pikat të cilat janë vendosur që do të vinë në ndihmë qytetarëve për të furnizuar me ujë të pishëm, nëse këto autobote dhe uji që është duke transportuar ka kaluar të gjitha analizat e nevojshme për të servirur qytetarëve, sepse jemi në një situatë në të cilën të gjithë bashkë duhet të bashkëpunojmë dhe të punojmë për t'i dhënë një zgjidhje. Ne gjithë nuk kemi ujë në shtëpitë dhe dim sa i ndjeshëm është ky problem, por kërkoj një impenjim maksimal dhe kërkoj një përgjegjësi maksimale nga ana e të gjithë juve. Florent Shoshi, drejtuesi i përgjithshëm i usjelljes kanalizimeve, thotë se këtë të hënë është bërë porositja e pjesës e cila do të zëvendësohet, kur thotë se pritet që ditën e sotme do të mbërrijë në Shqipëri. Ai tregon se defekti shkaktuar nga shkarja e derave tek ish fabrika e Cimentos. E di shqetësimin që ka qyteti i Vlorës tashme për 3 ditësh dhe po hyn në ditën e 4 pothuajse. Me datën duke u dhënë data 26 rreth orës 12:20, normalisht ka ndodhur një defekt shumë i rëndë, i cili është transmetuar nga drejtori i ujësjelljes të Vlorës Ermali në lidhje me tubacionin kryesor që furnizon rezervuarët e qytetit të Vlorës për kaqësi 4000 m3 dhe 6000 m3. Ditën e nesër në mëngjes është bë hapja dhe kthyrja e këtij defekti, ku ka rezultuar që për shkak të ujrave nëntoksor që janë, sepse tubacioni kryesor që furnizon depot është 1000 mm dhe është afër kanalit ujrave të bardha, për shkak të filtrimit të kanalit ujrave të bardha për vite me radhë, normalisht aty ka bërë edhe një sharje ose një shkputje të dherave nëntoksor duke lënë tubin e furnizimit me ujë, le të them, në hava në tokë. Duke di që ai ka një peshë specifike shumë të madhe për efekt edhe të gjerësisë dhe të kuotave që ka bashkëputje në pikën e saldimit. Menjëherë ditën e nesme janë marrë masat për riparimin dhe kena pas fashetat e gatshme për sa i përket nga ana teknike, kena pas fashetat e gatshme për riparimin e këtij defektit, ku masi është vendosur në provë me pompat 1 dhe pompat 2, ka që në momentin që kanë dhënë pompa 3, nuk e ka marrë kolona e ujit këtë ngarkesë duke bërë shpërthimin që ishte shpërthimi i parë. Jena mundu me gjetë një alternativë tjetër sepse ne kena pas një disfavor për sa i përket edhe blerjes së këtij materiali të këtij tubacionit, i cili bëhet me porosit, është elektromanikot 1000 mm, sepse tubacionet të tilla nuk as janë shumë të përdorshëm në Shqipëri ose në ujësjellsa,
mos më thënë që ujësiasi i Vlorës e ka vetmin të Bacian, një mish i cili është gati 2.3 km i gjatë. Dhe aktualisht jena mundu në mjete rrethanore dhe me mjete të tjera që ne me ba furnizimin, me venos skemen e furnizimit të ujë. Nuk ja kena arritur për dytën e, pavarësisht tentativa dhe ne kena nejtë rreth 72 orë që kena qëndru atë, ku ne kena bërë takime të herpashershme. Në momentin që ka ardhur dita e diel, sepse kena pas një disfavorës se defekti ka ndodhur në periudhën e Krishtlindjeve, ku është periudhë festash, edhe në pjesën më të madhe të Ballkanit dhe Europës të festohen gjerësisht. Nuk e kena pas të mujtëm që ne t'i porosisim të materiale. Ditën e sotme është bërë me ndërgjetja e këtyre materialeve. Aktualisht ato janë në një aeroport të një vendi dhe pritet që marrë ditën e sotme. Dhe institucioni i Akukut në koordinim plot me ministrin, por edhe me drejtorinë e ujësiasit rajonal Vlorë, ka marrë të gjithë masat dhe angazhimin e duhur që ne mana ditës së sotme në mesnatë ta mbyllim si defekt. Ka një fluks dhe një bombë të kërkesës së shtuar të gjithë tyne kërkesave për sa i përket furnizimit ujë. Jam koshient që mund të kena lanë ndoshta edhe ndonjë qytetar të pakënaqur për arsye sepse numri është kaq i madh dhe ndoshta nuk mund t'i përgjigjen akoma edhe vetë mbushja autoboteve dhe shpërndarja e tyre kërkon kohën dhe mjetet dhe pajisjet e nevojshme. Do kërkoja një mirëkuptim dhe të bëjmë një durim deri në mesnatën e ditës së sotme. Erman Murati, drejtuesi i ujësjelljes kanalizimeve Vlorë, prezent në takim, thotë se për furnizimin e qytetarëve me ujë janë përdorur autobot. Sipas Muratit, pompa e stacionit 6 është në punë duke furnizuar lungomaren, ndërsa angazhim për këtë situatë ka nga disa institucione të cilat bashkëpunojnë mes tyre për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve. Në mëngjes kemi qenë me 10 autobote, kemi kërkuar edhe 4 të tjerë, 14 autobote dhe një tjetër që po vjen nga një rajon. Ideja është e tillë që neve dhe po të kishim shumë mjete në dispozicion, në kohë që s'ka furnizim me ujë, nuk është e mundur që të ketë hidrante për të, le të themi, për të menaxhuar gjithë botet. Duke qenë se mëngjesin e sotëm neve kemi një nga pompat e stacionit 6 në punë, që i ka dhënë dhe ajsa mund të thuhet pak frymëmarrje në furnizimin me ujë dhe zonës së lungomares. Kemi shtuar dhe hidrantin tek Kastrati, këtu pranë Bishit Kaldrëmi. Kështu që janë bërë më shumë se 2 pika për furnizimin me ujë të boteve. Kjo përsa i përket menaxhimit situatës, kemi koordinuar me bashkinë, ku kemi lënë për çdo mjet shofer, punëtor krau, sepse ka raste që duhet zgjatet dhe tubi, po futem teknikalitete për t'i çuar drejt depozitave. Ka raste kur ato duhet menaxhohen edhe aty në prezencë të disa banorëve dhe përfaqësues të rajonit. Ka një atë dy akrat ka përfaqësues të bashkisë edhe të rajonit. Janë publikuar dhe numrat e telefonit, është një grup operator i cili pres telefonatat dhe vendosim në grafike furnizimin me ujë. Ka lokacione specifike aktualisht që po operohet për këtë pjesë. Nga Policia e Shtetit kemi kërkuar, Komisariati i Vlorë kemi kërkuar që mos pengohet, le të themi, rikthimi në kundra vajtje, sepse fiton pak më tepër kohë te pjesa që përshkon rrugën për të ardhur në qytet. Koha e thënë e furnizimit me ujë nga ajo që ne lëshojmë ujin deri te momenti që furnizohet qytetari dhe kjo ka kohën e vet. Janë 2 sisteme në Vlorë, një sistem është me furnizim direkt, një është nëpërmjet depos. Duhet furnizohet dhe depot e qytetit, që më mbrapa pastaj të bëhet dhe sistemi i shpërndarjes. Duke qenë se edhe kollonat janë bosh, edhe kjo mund të marrë pak kohën e vet, megjithatë rreth 12 orë, po. Nisur dhe nga eksperienca e majit, le të themi, ku zonat caktuara fundore patën një anomali. Siç mësohet, pjesa është në aeroportin e Stambollit dhe pritet që përgjatë kësaj të hëne të mbrinë në Vlorë dhe të nisë montimi i saj. Shpresohet që mesnata të sjellë furnizimin me ujë të qytetit.